Një shpërthim i fuqishëm me lëndë eksplozive është shënuar në orët e para të mëngjesit pranë një banese në katin e parë të një pallati në lagjen Gafur Muço në qytetin e Lushnjës. Burimet thonë se lënda plase ishte vendosur në hyrje të banesës së Shaqe Gjatës, nëna e Klea Gjatës. Kjo e fundit e njohur si ishte dashëra e Laert Haxhiut, një emër i njohur në botën e krimit, aktualisht në qeli për disa ngjarje të rënda. Shpërthimi raportohet se ka qenë i fuqishëm dhe siç tregojnë edhe këto pamje ka shkaktuar dëme materiale në fasadën e pallatit, sikurse ka dëmtuar po ashtu edhe mjetet të parkuara aty pranë. Nga shpërthimi nuk raportohen persona të lënduar, kjo edhe për shkak të orës kur ka ndodhur sulmi me eksploziv, pasi nuk ka pasur persona në lëvizje. Klea Gjata nga Lushnja u arrestua gjatë operacionit të koduar Never Forget, por më pas u lirua. Spaki sekuestroi një makinë luksoze, e cila më pas ju rikthye me vendim të gjykatës së posaçme. Emri i saj doli gjatë dëshmisë së Artan Tafanit, i cili ndihmoi policinë në zbardhjen e disa krimeve të dyshuara të grupit kriminal të Laert Haxhiut. Forcat e policisë së Lushnjës kanë nisur tashmë veprimet hetimore me qëllim identifikimin dhe më pas arrestimin e autorëve të tritolvënies.